ndërtohet Shqipëria duke respektuar mjedisin dhe duke ndërtuar sipas standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Nuk ka turizëm të qëndrueshëm me beton të qëndrueshëm. Nuk ekziston. Ti themi fëmis që këtu ka qenë një lagun, këtu ka qenë një liçen, këtu ka qenë një zonë e mbrojtur, tani është vila këtij, resorti këtij, pallati këtij. Kjo është historia që doni t'i tregoni ju shqiptarëve, por në fakt ju sot duhet të tërhiqeni dhe duhet të trembeni nga shqiptarët e ndershëm që protestojnë atje për te çdo partie, për te çdo krau politik, sepse i bashkon një gjë e vetme, Shqipëria, interesi i Shqipërisë. Nuk mund na thoni ju janë anti-zhvillimit se kërkojnë të respektohet mjedisi, të respektohet ajo që ka ndërtuar natyra në mijëra vjet dhe ju doni ta prishni në 10 ditë. Nuk mund na thoni që po bënit studim mjedisor me buldozier dhe po mbronit mjedisin me... Zonja Zhupa, ju e keni dorëzuar interpelancën tuaj, urgjente, dhe unë po ju lexoj vetëm pikën 2 të nenit 97. Interpelanca për çështje urgjente, si rregull, depozitohet në kuvend jo më vonë se ditë në hon në orën 2. Ju e keni dorëzuar ditën e martë dhe në seancën e radhës do të jetë interpelanca juaj urgjente. Ju lutem, uluni, ju lutem. Fjalën e ka zoti Kapri përsëri për procedurë, ju lutem përmbrauni procedurës, ju lutem. Zonja Zhupa, në bazë rregullores, herën tjetër është interpelanca juaj. Zoti Kapri, ju lutem përmbrauni procedurës. Zonja Nën Kryetare, guximi juaj për të shkelur rregulloren dhe kushtetutën është për te imagjinatës. Kemi bërë, përveç se na mohoni të drejtën e fjalës të parlament, që keni bërë disa herë, ju mohoni dhe neni 95 të kësaj rregullore, e cila bazohet në kushtetutën e vendit. Dhe neni 95 pika 1 thot: një herë në javë të mërkurave zhvillohet seanca e përjavshme e pyetje përgjigjeve jo më shumë se 60 minuta. Kemi bërë pyetjet për kryeministrin dhe duhet vi këtu kryeministri. Nuk kemi asnjë përgjigje. Në bazë të nenit të kësaj rregulloreje, kryeministri nuk mund të delegojë dot. Por ju as të nuk e bëni dhe nuk e mblidhni seancën e të mërkurave për të dhënë kryeministri llogari këtu 1 orë përpara deputetëve. Dhe ky nen është vendosur dhe me dakordsinë e faktorëve ndërkombëtar dhe kur nuk e keni respektuar. E kemi sjell kërkesën në parlament, ju lutem, silleni kryeministrin në momentin më të parë të mundshëm. Së dyti, kemi bërë dhe një kërkesë për interpelancë me ministrin e Brendshëm për dhunën që ka ndodhur në Zvërnes dhe në Rjoll. Tani, me që dhe ministri që ka në telefon dhe pas ka shumë të rëndësishme telefonatën, zoti minister, kryeministri deklaroi dje në median më të njohur ndërkombëtare, CNN, që jemi në një luftë hibride. Shqipëria është në sulm nga armiq që i njohim shumë mirë. Ministri drejton antiterrorin në Shqipëri. Dil jep llogarinë të vënë se kush po e sulmon Shqipërinë. Zoti minister, në 1990 kur rinia e Shqipërisë mbushi rrugët e Tiranës, e ka mbush Tiranën me parulla Enver Hitler. Nuk guxoi Ramiz Alia ti cilësoj shqiptarët nazist. Dhe këtë e bëri Edi Rama, zoti minister. Dhe dje, policia juaj, në mënyrë të pavëlajmëruar, bllokoi bulevardin. Pse e bllokoi bulevardin? Pse i sulmoi protestuesit me ujë dhe me piper? Dhe nuk e mbajti dot atë gardh. Nuk e mbajti dot. Zoti minister, hoshi licencat e disa kompanive në Zvërnec, preket policinë e Vlorës, po në Rjoll nuk e pat dhunën e policisë private ju? Nuk e pat se si policia ka marrë zvarr nëna me fëmijë dhe grashta xana, edhe kundër vendimeve të gjykatave? Prandaj zoti minister, lejeni këto dopjo standarde, nëse ke guxim, jep dorëheqjen për provokimin që u bëre deri nis shqiptare, që s'ka pas guxim ta bëj as diktatori i fundit. I quajtë nazist, i keni quajtë grek, serb, për turpin tuaj dhe ky do të jetë fundi juaj. Jep dorëheqjen aty. Zoti Kapri, në lidhje me akuzën për shkelje të kushtetutës. Në seancën e kaluar ka qenë seanca kushtuar qytetarëve. Edhe ju, edhe zoti Sheaj, ju është thirrur emri në kohën që keni patur për diskutuar dhe nuk keni qenë prezent në sallë. Në lidhje me nuk ka procedurë në seancën kushtuar
zgjedhësve, o zoti Kapri, kemi diskutuar disa herë. Pika e dytë, keni dërguar një kërkesë për seancë pyetjesh e cila është planifikuar dhe do të zhvillohet në seancat pasardhëse. Kështu që ju lutem, kur akuzoni, kur akuzoni, mendoni që edhe ju e keni shkelur rregullore. Atëherë fjalën e ka zonja Tabaku për procedurë. Ju lutem përmbahuni procedurës. Zonja drejtuese e seancës, faleminderit. Së pari un kam dy çështje për procedurë për të ngritur. Së pari për protestën e djeshme, në fakt shumë të rinj, qytetar, njerëz me parti, pa parti u përballën me dhunën e qeverisë, me cilën protestuesit e Partisë Demokratike kanë 12 vite që përballen. Nuk ndjehem mirë kur shoh qytetarë shqiptar që përballen me këtë lloj dhune, po në fakt shërben edhe për të çerr pak fytyrën e kësaj propagandës e kësaj arrogancës që ka arritur limitet sot. Për çështjen e zvërnesës të nartës unë do flas pak më vonë dhe për qëndrimin tim për një betejë gjatë Partisë Demokratike, por sot dua të ngrej dhe të kërkoj edhe si zëvendës kryetare e Komisionit Parlamentar Stabilizim Asociimit, po njëkohësisht edhe si kryetare e Komisionit Drejtave të Njerëzit dhe mjeteve të informimit, transparencë për konferencën e 8 ndërqeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit Evropian. Ne nuk kemi asnjë informacion për detyrimet përmbyllëse, ne nuk kemi asnjë listë ligjesh që do diskutohen në parlament, ne nuk kemi absolutisht asnjë listë detyrimesh përmbyllëse për secilin prej kapitujve. Partia Demokratike nuk është numër këtu në parlament dhe të na thoni ky ligj është për integrimin, ky ligj nuk është për integrimin dhe hajde miratojeni. Ne duam një debat kombëtar për të gjitha detyrimet dhe ligjet që do kalojnë këtu në parlament. Ne duam transparencë, mbështesim të gjithë shqetësimet e shoqërisë civile, 30 organizatave që kanë ngritur dje për proces ligjor të hapur, për ligje që nuk duhet bëhen shpejt, që nuk duhet bëhen keq. Në emër të Partisë Demokratike kemi ngritur dhe një grup pune në Komisionin e Drejtave të Njerëzit për të punuar për ligjet e medias, për të dhënë kontributin ton, por ne duam që ky proces të jetë një proces kombëtar, jo një proces i mbyllur, jo një proces politik i qeverisë, por një detyrim që e ka e gjithë shoqëria shqiptare. Jemi angazhuar me kohë për ta bërë këtë, kemi kërkuar në të gjitha instancat që kjo të ndodhi dhe të mos përsëritet ajo që ndodhi në shtatorin e shkuar. Kemi dhënë kontributin ton për ndryshimet e kodit penal dhe nuk u morën parasysh, i ke detyrim aty një bar. Kemi dhënë kontributin ton për shumë ligje të tjera të cilat nuk janë marrë parasysh, i ke detyrime aty në i bar. Duhet që ky të jetë një proces gjithëpërfshirës. Në grup kapitullin e parë që është përgjegjës dhe komisioni që unë drejtoj, ne kemi kërkuar që në momentin e parë që të hapim një debat publik. Për median së pari, po njëkohësisht dhe për çështjet e tjera drejtave të njerëzit. Së dyti, i kemi bërë ftesë organizatës Reporterët pa kufi që do vinë do të raportojnë në parlament javën e ardhshme. Unë e kuptoj që kryeministri i Shqipërisë kërkon që ato të kenë një debat me të, po ato do ta kenë debatin në parlament me datën 22 qershor. Kushdo që është interesuar të bëhet pjesë, le të vijë atje. Kemi kërkuar një debat me të gjithë organizatat e shoqërisë civile për kapjen e medias në Shqipëri dhe problemet që ka media. Por qeverisë shqiptare, parlamentit, i kërkojmë që të na sigurojë një listë të plotë të gjithë ligjeve që janë. Faleminderit zonja Tabaku, po edhe ne jemi të interesuar, edhe në bazë të informacionit që kam shumë shpejt, do të vi lista e plotë e ligjeve dhe do ta kenë të gjithë grupet parlamentare do ta kenë listën dhe kërkesa juaj është e drejtë. Në fakt edhe e kemi diskutuar edhe në komisionin e jashtëm, kështu që shpresoj që të vi sa më shpejt edhe të kemi mundësinë që ta kemi të gjithë grupet parlamentare. Fjalën e ka zoti Muçi për procedurë, ju lutem zoti Muçi përmbahuni procedurës.